Përshëndetje të dashurisë dhe mirë se ju gjej. Do ta nisim programin e sotëm me art dhe teatr dhe do të flasim për një nga veprat më të njohura botërore, 12 burra të zemëruar të Reginald Rose, e cila do të vi si premier absolute në teatrin kombëtar, pikërisht në skenën e Art Turbinës, nën regjinë e Albert Mingës. Do të jetë nga data 9 prill deri në 13 prill me një kast të jashtëzakonshëm aktorësh, dhe është një vepër e cila në fakt mezi pritet, ka kohë që diskutohet për të sepse duket jetë vepra është e madhe, e tillë është dhe puna e artistëve tanë të jashtëzakonshëm për ta sjellë ato për herë të parë në skenën e teatrit shqiptar. Ne do të kemi sot të ftuar disa prej tyre, do të kemi fillimisht regjisorin Albert Minga, i cili do ta vendosë në skenë këtë vepër, dhe dy prej aktorëve kryesor, të cilët do na rrëfen më tepër për gjithë impenjimin edhe përgatitjet, sepse jemi praktikisht disa ditë përpara premierës. Të mërkurën e javës së ardhshme do të jetë premiera e madhe e kësaj vepre të bukur. Unë dua të pres me shumë duar trokitje dhe me shumë kënaqësi në studio regjisorin Albert Minga. Së pari, Albert Minga, mirë se erdhët. Kënaqësi që ju kam në studio. Është një vepër e madhe, me peshë, për nga tema, për nga mënyra e ndërtimit. Unë jam kurioze të di edhe juve se si do ta sillni për publikun shqiptar, si keni konceptuar 12 burra të zemëruar. Domethënë do të ketë 12 aktorë të zemëruar gjithkohës në skenë. Si është konceptuar kjo? 12 burra të zemëruar, të cilët do të gjatë procesit të dramës do të zëmërojnë, në kuptimin që do të arrijnë të gjejnë konsensun e dur për të cilën ata janë thirrur në këtë proces gjyqësor. Janë thirrur në një proces gjyqësor, pra bëhet fjala për drejtësinë, pra tema kryesore që prek kjo vepër është drejtësia, dyshimi, individi në vetvete, me veprimet e tij, me pasojat e veprimeve të tij. Është një dramë komplekse, të cilën nuk e definon me një fjalë të vetme. Është dramë edhe për drejtësinë, është dramë edhe për mënyrën se si njerëzit në jetë duhet të arrijnë një konsensus, të cilët në momente të saktuara unanimiteti është i nevojshëm, është i domosdoshëm për të arritur në një vendim të pjekur, të saktë, aq më shumë pastaj një proces gjyqësor ku varet të themi jeta e një njeriu është në fiet peri. Do të kemi shumë për të thënë, kam përshtypjen, kështu që unë juftoj të ulemi që të mos e vazhdojmë bisedën këtu, po të na bashkojnë ndërkohë edhe dy aktorët e tjerë prej kastit të përzgjedhur të kësaj drame. Faleminderit edhe një herë Albert Minga që jeni me ne. Do të presim aktorin e mirënjohur, edhe do të mësojmë se cili është karakteri në fakt që ai interpreton në këtë vepër, Alfred Trebicka. E presim në studio. Alfred Trebicka, mirë se erdhët. Kënaqësi që ju kam këtu. Jam shumë kurioze të ju shoh në një tjetër karakter tashmë, se dihet se si ju interpretoni këtë rol, dhe unë kam përshtypjen që kjo lloj atmosfere në këtë lloj drame ju shkon shumë për shtat. Juve si aktor edhe karaktereve të forta që ndërton edhe skalit vazhdimisht. Është vepra 12 burra të zemëruar, është një ide e hershme e regjisorit për ta vënë në skenë dhe më në fund u finalizua, domethënë për tu ekzekutuar në 2025. Karakteri që unë kam në këtë vepër është një arkitekt, një njeri me një karakter shumë të fortë dhe shumë njerëzor, shumë i drejtë, shumë analitik, dhe që përcjell mesazhe shumë të qëndësishme, domethënë gjatë gjithë veprës, me mënyrën se si operon, me mënyrën, me qëndrimet që mban, domethënë me arsyetimet e tij. E qartë. Ja, të ulemi dhe të flasim pak më gjatë edhe për karakterin. Falenderoj shumë edhe një herë që jemi me ne. Dhe do të presim një tjetër aktor të talentuar shqiptar. Ai është Lulzim Zeqa. Presim në studio. Lulzim, mirë se erdhe. Falenderoj që je këtu. Edhe të jam shumë kurioz të shikoj në një tjetër rol. Tëndi se ti je një aktor i shkëlqyer edhe interpreton skalit ato rolet e tua mrekullisht. Nuk e di për rolin. Edhe unë jam një nga burrat e zemëruar. Një nga të 12-tët. Një burr tjetër i zemëruar, me numrin 7. Me numrin 7, vetëm kaq vjet karakterin tënd. Flasim aty atër. Ulemi dhe të falenderoj shumë që je këtu. Pra, sigurisht që ka edhe 10 burra të tjerë të zemëruar, le themi, në këtë shfaqje. Do të jetë një shfaqje vetëm me aktor meshkuj, apo do të kemi edhe ndonjë aktore grua? Domethënë ka një rol aty për një grua për kuriozitet, para se të sjellim edhe materialin e parë. Kemi 12 aktor meshkuj. Domethënë
në një sens, kemi spektaklin ton pak konservator. Janë rrethana të tilla dramaturgjike, të cilat në momentin kur është shkruar kjo vepër, ka pas të themi kufizime në kuptimin që, për shembull, në 54-ën, mos gaboj, është luajtur për herë të parë kjo vepër, kanë qenë të gjithë meshkuj në jurin e cila përzgjidheshe... Jemi në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kanë qenë të gjithë... Ajo juria popullore që ne jemi mësuar ta shohim në filma, që nuk janë profesionistë të ligjit, por që janë aty edhe nga këndvështrimi i tyre gjykojnë. Po, kemi parë, po. Po, kjo është magjia që ka sistemi gjyqësor amerikan, vërtet është një çudi e madhe ku procesin gjyqësor e kryen specialistët, ata që merren me këtë problem direkt. Kurse antarët e juris, 12 antarët e jurison të spektaklit, kanë marrë pjesë në këtë proces gjyqësor, kanë mbajtur shënimet e tyre, konkluzionet e tjera, dhe në një moment të caktuar, pa qenë profesionist të fushës, pa i njohur as edhe një herë njëri tjetrin, biles nuk njohin fare absolutisht, dhe në dram ka një detaj shumë interesant që kur komunikohet me numra. Për shembull, Fredi është numri 8. Po, Gëzimi ishte 7. Gëzimi numri 7, e kupton? Viktor Zhusti është 3. Domethënë, ky detaj vlen për të thënë që këtë proces gjyqësor do ta kryejnë jo profesionist, po kanë një armë të fuqishme, të jashtëzakonshme, që është ndërgjegja. Çdo gjë që bëjnë, qoftë në arsyetimin e tyre, cili mund të jetë, mund të na pëlqejë ose mund mos na pëlqejë, në këtë arsyetim ata janë të ndershëm në gjykimin e tyre, sepse mos harrojmë, fjala është për të gjykuar një njeri i cili sipas ligjit amerikan, me veprën që ka kryer, merr dënimin maksimal që do të thotë dënim e vdekje në karriket elektrike. Që atje është në fuqi. Mirë, unë do të sjell fillimisht një material që ne kemi përgatitur. Premierën do duhet ta presim me durim deri ditën e mërkurë, por ndërkohë gjatë provave ne me kamerën tonë kemi ndjekur edhe dua të sjell një moment nga puna juaj përgatitore për këtë shfaqje të bukur. E ndjek. 12 burra të zemëruar, vepra e famshme nga Reginald Rose, do të ngjitet premierë në skenën e teatrit Arturbina në Energjinë Albert Mingës. Me një kast të jashtëzakonshëm aktorësh nga data 9 deri më 13 prill. Në qendër të dramës qëndron një juri për 12 burrash, të cilët do duhet të marrë një vendim që përcakton jetën ose vdekjen e një të riu të akuzuar për vrasjen e babait të tij. Fillimisht, të gjithë janë të bindur për fajësinë e tij, me përjashtim të njërit, antari të 8, i cili sfidon bindjet e të tjerëve dhe i nxit të analizojnë me kujdes provat dhe paragjykimet e tyre. Nëse ne do të nxjerrim fajtor, të pandehurën e dërgojmë në karrike elektrike. Rrugë tjetër s'ka. Përmes një tensioni të vazhdueshëm dhe debatave të ashpra, vepra eksploron ndikimin e presionit social, arsyetimit kritik dhe betejën mes drejtësisë dhe konformizmit. Ndoshta jemi mbledhur pa ndonjë arsye. Kasti përfshin emra të njohur të skenës shqiptare si Alfred Trebicka, Viktor Zhusti, Niko Kanxheri, Sokol Angjeli, Neritan Liçaj, Myzafer Zivla, Luzim Beqja, Ligora Qiriza, Floriana Galliu, Besmir Bitraku, Donald Shehu, Iglizarka dhe Doriana Çaushi. Janë provat e lidhura, të cilat harmonizojnë të gjithë elementet e spektaklit, të shfaqjes. Aktorët janë në provë, janë ditë me emocione, por që besoj do ta përballojmë me sukses. Personazhi im është një bankier. Këtu është thirrur për të qenë antar jurie. Procesi i provave është në pikën e vet të finalizimit. Emocioni është gjithmonë Tani pritshmëritë ne i kemi të larta, por gjithsesi varet nga publiku. Është një grup shumë harmonik, në kuptimin e mirë të fjalës, ka pak nga të gjitha brezat e aktorëve, fal brezit më të madh, fal regjisorit, por ka një harmonizim shumë të mirë të elementeve. Unë luaj rolin e një emigranti që është thirrur si pjesë e jurisë 12 burrave për të vendosur mbi fatin e një djali që gjykohet për një vrasje. Është një karakter që mbart mbi vete bullizimin, racizmin e pësuar nga të tjerët dhe është një karakter shumë interesant, shumë kompleks. Shumë intens, është një përgjegjësi e madhe të luash me profesorë si Niko Kanxheri, Alfred Trebicka, Viktor Zhusti. Unë jam një bankier i cili ka pasur fatin dhe mundësinë për të qenë pjesë e kësaj jurie dhe të shohim nëse do jemi sakt në vendimet e mia. Se di. Roli im është numri 6,
sepse këtu personazhet cilësohen me numra dhe jo me emra, pa diskutim në 2-3 momente të shfaqjes jep një zgjidhje për të evidentuar dhe për të bërë të mundur zgjidhjen e këtij procesi. Kështu që jam shumë i lumtur që aq i vogël sa është, por që është vendimtar në momente decisive. Me një skenografi nga Gent Shkodrani, kostumografi nga Lajdina Hajdari, muzikë të kompozuar nga Endri Sina dhe përkthim nga Artur Lena, kjo shfaqje vjen si një reflektim mbi drejtësinë dhe ndikimin e bindjeve personale në vendime madhore. Një shfaqje për të mos u humbur, 12 burra të zemëruar do të sfidojë mendimet dhe emocionet tuaja, duke u lënë të mendoni gjatë dhe pas rënjes së perdeve në datat 9 deri në 13 prill në orën 20 në Art Turbina. Pabesueshme që një person tjetër të kryen të vrasjen me të njëjtën lloj fikti. Ashtu është. Çfarë vepre, çfarë kasti, jashtëzakonshëm kasti, I ke bërë të gjithë bashkë më të mirët aty. Tash të vazhdoj të flasun apo të flasin Fredi? Jo, për kastin ndoshta po fillimisht dua të di njëherë pse si erdhi ideja për ta sjellë të vepër. Ta nisim nga kryet dhe pastaj do të flasim si për telbi. Me 2 fjalë shkurtimisht. Kuptohet edhe me kaq sa me këtë insertin që u transmetua. Fjala është për një dramë, unë do ta quaja dramë anormale në thonjza ose dramë atipike. Ku interpretimi aktorial, krijimi I karaktereve bëhet në kohë reale. Thash një gjë, pra që këta se njohin njëri tjetrin, këta vetëm kanë faktin. Dhe kjo kërkon aktor të klasi. Dhe unë jo për oportunitet ndihem jashtëzakonisht mirë që në stafin aktorial të këtij spektakli pa frikë them kam aktor të mrekullueshëm. Po. Kjo është e sigurt. Do të evidentoja për shembull Fred Trebicka, I cili ka një proces interpretimi aktorial të 4-5 viteve të fundit fantastik, I cili e ka pasuruar fondin të aktrimit aktorial me karaktere, me personazhe të shkëlqyer. Dhe unë, të them të drejtën, unë ndjeva mirë kur gjeta gatishmërinë e Fredit. Po kështu nuk po flas për aktorë të tjerë sepse është një kurth për regjisorin, kur fillon dhe përmend emrat edhe mund të harojë në një gjë dhe mund të krijojë një ekivok. Kam Viktor Zhustin, kam Niko Kanxherin, I cili kthehet në skenën e teatrit mbas shumë vitesh dhe ka ndërtuar një karakter fantastik. Kam Sokol Angelin, miku I ngushtë I Fredit, kam Neritan Liçaj, kam Mjusafer Ziflan, kam Ligora Qerizën, Luli, Floriana Galliun. Aktorët më të mirë të brezit më të ri, le të themi. Është një kombinim I 3 brezave aktorial të cilët fuzionojnë në mënyrë fantastike dhe mbi të gjitha përfitoj nga rasti të them që gjithë ky proces pune për gati 1 muaj e gjysmë ka qenë një mrekulli marrëdhënia që kemi pas ne me njëri tjetrin. Edhe në procesin e punës, këta si aktor kanë qenë 12 burra të zemëruar. Dhe këtu kemi gjetur stilin e shfaqjes. Kjo premton për një shfaqje shumë të bukur atëherë, ky fakt. Fabula, ta rrëfem pak shkurtimisht fabulën për të hyrë në temë? Po ta lëm pak sekret se mos zbulojmë interesin. Atëherë me 2 fjalë. Me 2 fjalë. Një djalosh 16 vjeçar dyshohet se ka vrarë Tijatin në shtëpinë e vet. Dhe sipas ligjit amerikan, dënimi I tij kuptohet është dënimi kapital. Kryhet procesi I gjykimit dhe ky proces gjykimi u lihet në dorë 12 burrave, të cilët akoma nuk janë zemëruar, po janë 12 antarë të cilët do të japin gjykimin për këtë vepër. Tash kush është interesanti? Interesanti është kjo. Sipas ligjit amerikan, nëse vërtetohet që ata janë të fajshëm, do thotë që ai të kalojnë karrikën elektrike. Nëse ka një dyshim I bazuar, një koncept juridik, atëherë këta kanë të drejtë ta shpallin të pafajshëm. Interesantja fare është që qoftë vendimin e parë, qoftë vendimin e dytë, duhet ta marrin me unanimitet. Nëse këta vendosin për ta shpallur qoftë të fajshëm, qoftë pafajshëm, nuk ka perëndi që ta kthej vendimin e juris. Kjo është me 2 fjalë fabula e drama zhvillohet në një dhomë, në një ambient I mbyllur me çelës, nuk kanë asnjë komunikim me asnjë se brenda ta komunikojnë me njëri tjetrin dhe aty duhet ta marrin vendimin brenda një mbasdite. Pra, është një skenë gjitha, le të themi, Nuk ka ndërprerje, nuk ka skena, nuk ka pauza, asgjë.
e gjitha në koreale, gjithë procesi i diskutimit edhe në fund fare një konkluzionit, cilin e merë, një përfundimi, le themi që e merë gjithë juria. Si është ky karakter, Alfred? Numri 8, arkitekti. Domethënë nuk është se ka fakti që ai është arkitekt ka rëndësi për të. Domethënë arkitekt në kontekstin se si arrin të konstruktoj domethënë gjithçka dhe ky fakt e ndihmon shumë atë në mënyrën se si e ndërton gjithë bashkëbisedimin, sepse për të mos zbuluar, po themi, sekretet e dramës, numri 8 është le të themi ai sebepi i gjithë asaj që ka ndodhur. Promotori. Në këtë dhomë të jurisë, ku këta janë të mbyllur dhe që duhet të marrin një vendim unanim. Le të themi, ky është personi që e prish këtë unanimitet, jo se e prish qëllimisht, por ka arsyen dhe logjikën e tij, dhe pastaj e fut gjithë diskursin, e fut domethënë që i bën të reflektojnë të gjithë anëtarët e tjerë të jurisë, në bazë të gjithë fakteve dhe dëshmive dhe supozimeve që janë hedhur në gjyq, të cilat ata i kanë ndjekur. Mua më ka intriguar si karakter për faktin sepse ai ka një proces të brendshëm shumë dinamik dhe në sipërfaqe ai është shumë i qetë. Domethënë ky kontrasti midis të dukshmes dhe të padukshmes, ose siç e quajmë ne në gjuhë profesionale, domethënë tempit të jashtëm dhe ritmit të brendshëm. Dhe në përgjithësi mua më intrigojnë karakteret që kanë një ndërtim të tillë, po themi dramaturgjik, para që kanë një ritëm të brendshëm, domethënë shumë të lartë dhe një temp nga jashtë, pa për të ndërtuar ato kontrapuntet brenda karakterit. Pastaj është gjua se si është ndërtuar vepra, është mënyra se si është ndërtuar nga ana dramaturgjike, struktura dramaturgjike është perfekte. Jo pa arsye, domethënë ajo është futur në 5 veprat më të mira të shkruara ndonjëherë, domethënë flas në kontekstin e strukturës dramaturgjike se si është ndërtuar. Dhe të gjithë anëtarët e tjerë të jurisë janë, le të themi, njëri më karakter se tjetri. Dhe duke u bërë bashkë gjithë këta të japin edhe mundësinë, pastaj si aktor të japin mundësinë e larmisë së ngjyrimeve në komunikimin që ti do të kesh me ta. Sepse fatmirësisht 8-a komunikon me të gjithë. Domethënë për vetë mënyrën se si pozicionohet në veprimin dramaturgjik, ai është i kondicionuar që të përballet, po themi, apo të komunikojë me të gjithë anëtarët e tjerë të jurisë, dhe duke qenë të gjithë karaktere, domethënë me që e kam Lulin këtu, po them që nga Luli kryetari, Golja, Viktori, e të gjithë me radhë, Niko, Koli, Bezmitraku, gjithë domethënë, dhe ti ndjen një domethënë e shijon vërtet skenën në këtë komunikim pra me gjithë këta të larmi karakterësh që janë aty. Se sa i kemi arrit ne këtë do ta shohim pastaj speratori. Por vepra dhe qasja rizoriale ta ofron domethënë. Po ndërkohë personazhi tjetër me numër 7 jurisë. Antari 7 i jurisë është një tregtar, në duke si përfaqësor si natyrë, por kjo terapi grupi që bëhet në vepër e bën që edhe ai të thellohet më shumë në vendimet që merr, bile të ndjetë edhe fajtor sepse nxiton në vendimet e para që ai merr. Në duke është si përfaqësor, por që analiza që bëhet e bën të prekshëm, emocional, edhe të ketë një kthes të jashtëzakonshme. Nuk po e them sepse... Pra, le themi që gjithë ky proces gjykimi që bëhet për një çështje të caktuar në një farë mënyrë kthehet në një proces individual në jetët e gjithë secilit, është një lloj terapie. Reflekton dhe në një farë mënyrë gjykon veten e vet, sjelljen e vet,
ndoshta edhe mënyrën se si është ndërtuar apo si relatohet me të tjerët. Çfarë ndodh praktikisht? Një detaj duhet të vëmendukje që vepra nuk është një vepër që ka të bëjë me procese gjyqësore. Dhe këtu është mençuria, po themi, e dramaturgut. Një nga mesazhet bazike që ka vepra është si duhet gjykojmë dhe si duhet të arsyetojmë në jetë. Jo vetëm në rastin e një procesi gjyqësor apo të qenurit antar i një jurie që merr një vendim kaq drastik. Në përditshmërinë tonë përballemi në situata të tilla shumë shpesh. Për të qenë të drejtë, për të qenë fair, si thonë amerikanët. Dhe jo pa qëllim, autori merret me jurinë e këtij procesi gjyqësor, jo me trupin gjykues. Po. Sepse merresh me trupin gjykues, pastaj do biesh në skemat e juridiksionit. Në element teknik. Gjykatësi, avokati, prokurori e tjetër. Kurse juria ka një spektër shumë më të gjerë, sepse këta janë njerëz që nuk janë të këtij, po themi të kësaj fushe. Këta gjykojnë si antar dijitoz të shoqërisë ku jetojnë, dhe diskutojnë për fenomenin social, domethënë në tërësinë e vet. Shumë interesante amerikanët, gjithmonë ka inkuriozuar në fakt kjo lloj jurie që nuk e di në çfarë të procesit hyn edhe merr rol në një proces gjykimi, por në çdo film gjithmonë ka bërë përshtypje që është një juri popullore nga njerëz jo profesionist, por që flasin në emër të ndërgjegjjes së tyre dhe që japin verdiktin final. Shumë herë kemi kuptuar që janë ata që vendosin. Ka dhe raste kur ata nganjëherë nuk japin një vendim të drejtë. Shumë filma për shembull e lënë kur janë korruptuar ose jo, gjykojnë ndoshta mund të gjykojnë në varësi të mentalitetit, në varësi të situatave, të këndvështrimeve personale. Kështu që prandaj është shumë interesante dhe do jem shumë kurioze ta. Juria përbëhet nga shtresa të ndryshme të shoqërisë. Aty kemi një punëtor, kemi një tregtar, e kupton, edhe autori, duke qenë një autor i jashtëzakonshëm, fut edhe këto konfliktet sociale që kemi në jetën tonë përditshme. Edhe është shumë e prekshme edhe për publikun shqiptar. Them që karakteret janë të jashtëzakonshme, por du të theksoj që kjo është një masterpiece. E kupton, unë kam qenë shumë me fat që jam pjesëmarrës në këtë shfaqje, shef shkolla aktrimi nga më të fortat, do më thënë unë luj me pedagogët e mi të Akademisë Arteve. Për mu ishte edhe një lloj kthese në Akademinë e Arteve, në analizat forta, se në herë teatrit i humb edhe analiza e plotë, vertikale e roleve. Për shembull, në këtë periudhë kohore të provave ka qenë një shkollë tjetër, e kupton, unë bëra një master tjetër gjatë analizës veprës. Edhe du të falenderoj të gjithë aktorët edhe mjeshtrat e mi që kanë bërë pjesë trupit. Pa diskutim. Ka një fakt interesant, Rudina. Shkruarja e kësaj drame, të themi, në llojin e kësaj dramaturgjie, krijoi një lloj shkolle të asaj që quhet dramaturgji juridike ose kinematografi juridike. Roz ka meritën se është i pari që të themi e futi në gjinin e dramës dhe të filmit këtë lloj procesi krijues. Është interesant fakti që vetë autori ka qenë pjesëmarrës në një nga këto jurit. Edhe thot, bën një pohim shumë interesant, thot. Në momentin thot që unë isha antar jurie dhe konstatova që kisha në dorë bashkë me të tjerët fatin e një personazhi, e një njeriu, fillova t'i tharas mendjes dhe të mendoj që edhe në aspektin tim si krijues, po edhe në aspektin moral. Ky shërbeu si me thënë si një test që ai pastaj shkruajti këtë dramë. Pas asaj drame janë bërë goxha filma të tjerë, edhe vetë nga Roz, po edhe në dramaturgjinë evropiane pati një ndikim të madh. Për shembull, juve mbase nuk e mbani mend, jeni brezi më i ri, po në atë kohë ka qenë një film fantastik që quhet Maria Oktober. I xhiruar, ky është bërë film në vitin 57, kurse filmi Maria Oktober është xhiruar në 59-ën. Film francez me Julien Duvivier. Dhe me thënë, u kriju një lloj dramaturgjie e cila kërkonte procesi njerëzor, kërkonte argumenta dhe në fundit është një mesazh të themi jo skematik edhe për sistemin tonë të drejtësisë. E dashur Rudina, për të dhënë një vendim për X-in, Y-in,
duhet menduar mirë. Është kollaj për të vënë një firmë, po do parë me vëmendje. Është i fajshëm, është i pafajshëm. Janë studiuar të gjitha rrethanat, të gjitha momentet të cilat mund ta ketë kryer ose mund të mos ta ketë kryer filan person. Atëre, kjo i bën, si me thënë, thirrje një vigjilence, të themi, jetësore, njerëzore, po pse jo edhe juridike. Në këtë drejtim, vepra jon ka mesazh. Nuk po flas për gjëra të tjera që sot të themi në një sens politikanët janë spostuar dhe një spak, do me thënë, është bërë violinë e parë. Me humor, do me thënë, është bërë më shumë se presidenti, se kryeministri, se kryetarët e partive, sepse... Stimulon shumë aktuale, rezonon pa diskutime dhe me realitetin tonë. Një moment i vështirë gjatë provave, a ka ndonjë episod që mund të ndani këtu? Momentet vështira ka pas shumë. Se imagjino ju të gjitha aty bashkë... Unë po them një... Në marrëdhënie pa diskutim mes kolegësh duhet jetë shumë bukur, po besoj, ka momente kur ndeshen të fortot mes tyre, në sensin e këndvështrimeve, e mënyrave se si duhet të vijë roli apo një dialog i rastit, i mundshëm. Një situatë, për shembull, gjatë punës në tavolinë, ishte një ditë, si më thonë, radhe, pune, dhe filloi prova, filloi dita e punës, po themi procesi, dhe po them për gati 30 minuta, 40 minuta, atmosfera ishte shumë e vakët, shumë jo në atë dinamikën, dhe më thënë që ka vepra, që ka materiali dramaturgjik. Edhe një moment, gjithse cili në mënyrë instinktive, se më thënë e kuptoj këtë gjë, dhe fillun konfliktet me njëri tjetrin, po jo për të veprën, po për të shi, quna, do bëjmë në i puna, se nuk funksionon kështu kjo gjë, se duhet kapet tu, dhe për 30 sekonda, si më thënë, erdi vlimi, dhe më thënë, i asaj energjie që duhe për të shkarku. Edhe aty ndërhyri Berti dhe tha, pa e më tha, kjo vazhda, se kështu ka me këta. Mirë po... Sa ko keni që punoni për këtë pjesë, për këtë vepër? Sa ko? Sa ko keni, po? Kemi filluar... 5 javë, 6 javë. Po, kemi filluar në 18 shkurt me... për konte me ditëlindjen e Niko Kanxherit. Atë ditë nuk bëm provë, festuam ditëlindjen dhe mbas saja, si të thuash... Sa bukur, po Niko Kanxheri vjen pas shumë kohësh Mos gaboj, vjen mbas dramës Ioneskos, duke pritur koton. Jo, duke pritur koton. Ka lujt edhe më mrapa, po ka vite që... Ka vite, kështu që do t'jede dhe një element më shumë që e bën edhe më interesante të gjithën. Unë do të sjell posterin në fakt të saj shaqe, për ta kujtuar edhe një herë, edhe sigurisht edhe datat, nga 9 prill deri në datën 13 prill, në Art Turbina, do t'jetë kjo shfaqje e cila premton t'jetë një shfaqje shumë e rëndësishme, shumë e mirë dhe duhet parë, nuk duhet humbur. Të them dhe 2 fjalë, do me thënë, kuptohet teatri si kinemaja është art kolektiv, është art sintetik, dhe pa kontributin e X-i dhe Y-it nuk bëhet vepra, kjo është normë. Dhe në këtë drejtim, për shembull, unë do doja që të evidentoja punën fantastike që ka bërë skenografi shfaqjes, Gen Shkodrani, kompozitori që tani më është bërë miku i teatrit në shumë vepra, Endri Sina, dhe pastaja ai i cili na krijoi mundësinë për të rënë në kontakt me të vepër, Artur Lena, i cili është jashtëzakonisht i pranishëm në shumë teatro të vendit tonë me përkthimet e tija dinjitoze. Edja Ajdari është kostumografe. Pra, të gjithë profesionistë dhe duket që të gjithë e kanë me shumë pasion. Të përfshirë goxha në këtë vepër, e cila është një vepër e madhe në vetvete, vjen për herë të parë në Shqipëri, vendoset në skenë, kështu që është një moment i rëndësishëm edhe në artin dramaturgjik shqiptar. Unë uroj shumë suksese të gjithëve. Jam e sigurt që do të shkëlqeni, sepse nuk ka si të jetë ndryshe, edhe sidomos me këtë kast, me regjisorin Albert Minga, ju uroj sukses edhe njerë në datën 9 prill, mos harroni në Art Turbina premiera deri në 13. Faleminderit shumë që ishit këtu. 12 burra të zemëruar, por që rrugës ndryshojnë gjendjen e tyre emocionale, me sa kuptuam, do është e gjitha për tu parë. Faleminderit dhe suksese, kemi publicitet, kemi shpejt. Faleminderit. Është momenti për një mesazh të rëndësishëm promocional.
Për herë të parë në Shqipëri, Klinika Komune e Parisit, në bashkëpunim me Fronterën, sjell një mundësi të jashtëzakonshme për të gjithë shqiptarët. Fushatën sensibilizuese shpëto jetë. Fal pajisjeve të avancuara dhe teknologjisë më të fundit, Klinika Komune e Parisit dhe Frontera ofrojnë diagnostikimin e të gjitha nishaneve në trup për vetëm 10 euro në vit. Ky është një hap i rëndësishëm për të parandaluar çdo lloj sëmundjeje të lëkurës dhe për të siguruar shëndetin tuaj afatgjatë. Mos e humbisni mundësinë për të kontrolluar shëndetin e lëkurës suaj në mënyrë profesionale për vetëm 10 euro në vit. Rezervoni tani vizitën tuaj në numrat e kontaktit 069 60 30 760 dhe 069 60 95 222. Shpëtoni jetën tuaj, bëni një hap të rëndësishëm për shëndetin e lëkurës suaj. Publicitet. Jemi kthyer në studio në këtë pjesë të dytë. Do të kemi të ftuar një të re, e cila tashmë është përfshirë në politikë. Kemi parë në fakt një fenomen goxha të rëndësishëm gjatë kësaj periudhe, le të themi, fushata është duke afruar, ka nisur praktikisht edhe zgjedhjet janë pranë. Dhe kemi parë shumë të rinj të cilët janë përfshirë në politikë me dëshirën për të bërë gjëra të mëdha, për të bërë ndryshime, për të sjellë një frymë të re. Dhe në fakt e tillë është edhe vajza që do të vi pas pak në studio, të cilën ne do ta mirpresim me shumë kuriozitet për ta njohur më tepër. Ajo është pikërisht nga ata të rinj të cilët vinë nga diaspora dhe që kanë vendosur gjithçka, kanë akumuluar gjithë njohuritë, gjithë bagazhin, gjithë ëndrat, entuziazmin e tyre pikërisht për ta sjellë në Shqipëri dhe për të dhënë kontributin e tyre për ta bërë Shqipërinë edhe më të mirë. Në rrugën drejt zhvillimit pa diskutim kjo është ëndra e çdo shqiptari në fakt, kudo është, si shqiptarët që jetojnë në Shqipëri, si gjithë shqiptarët kudo ku janë në mbar botën. Shqipëria të zhvillohet dhe të ecë përpara. Është një vajzë e cila vjen nga Belgjika, ajo ka përfunduar studimet jashtë vendit, do të flasim më shumë kur ta kemi në studio, por ndërkohë, për ta njohur më tepër, unë dua ta mirpres më njëherë në studio. Vjen Loranca Hoxha, e presim. Loranca, mirë se erdhe. Faleminderit që je këtu. Me iPad me vete, shumë profesional, shumë profesioniste. Faleminderit që je këtu. Ti vjen nga Brukseli, në fakt, sepse ke jetuar atje, po për të lindur ku ke lindur? Edhe në Bruksel. Edhe për të lindur ke lindur në Bruksel, pra është lindur, rritur në Bruksel, shqiptare, e cila ka vendosur të vinë në Shqipëri për të dhënë kontributin e saj këtu. Jam shumë kurioze të të njoh dhe mezi po pres që të ulemi. Faleminderit që je me ne. Faleminderit. Loranca, edhe emrit, kush ta ka vënë emrin? Mami, Loranca. Ishte herë e parë që dëgjoja emrin tënd? Edhe unë, me thënë drejtën, edhe tani që... Se ka askush tjetër në fakt emrin tënd? Edhe tani që përmerrem më fushat, pa e kuptoj që është shumë ndryshe edhe e vështirë për të thënë, sepse gjithmonë më ngatrojnë me Lorenza, Florenca. E ngatrojnë, por sa ta mësoj. Po është Loranca. Është Loranca dhe kulturoj suksese në gjithë sipërmarrje që ti ke marrë edhe patjetër modeli yt edhe modeli i shumë të rinjve të tjerë që kanë ardhur nga diaspora për të kontribuar këtu, pa diskutim që është i vyer dhe shumë i rëndësishëm për Shqipërinë tonë. Për ta njohur më tepër Lorancën, kemi përgatitur një material prezantues, një profil. Le ta ndjekim profilin e saj dhe kthehemi në studio. E lindur dhe e rritur në Bruksel, Loranca Hoxha është një nga të rinj që ka vendosur të rikthehet në vendlindje për të dhënë kontributin e saj. Jeta në zemër të Europës i ka dhënë shumë mundësinë të njohë nga afër funksionimin e shoqërive dhe ekonomive perëndimore, duke ndikuar në formimin e saj profesional dhe vizionin për të ardhmen. Studimet i ka kryer në Angli, ku është diplomuar për biznes ndërkombëtar në Sussex University, ndërsa ciklin e dytë të studimeve master e ka përfunduar në marketing, strategji dhe inovacion në Case Business School London. Gjatë karrierës së saj profesionale, ajo ka punuar për më shumë se 3 vite në Londër në agjenci të ndryshme marketingu, B2B, duke ndërtuar dhe zbatuar strategji të bazuara në nevoja dhe kërkesat e grupeve të ndryshme të interesit. Angazhimi i saj në politik nuk është i rastësishëm. Vjen nga një familje me traditë në këtë fushë, pasi babai i saj, Shkëlqim Hoxha, ka qenë i angazhuar me Partinë Demokratike, duke ndikuar edhe në formimin e saj politik. Tani, Loranca Hoxha synon të sjellë një frymë të re dhe një vizion modern për Shqipërinë, duke kandiduar si deputete për Tiranën në listat e Partisë Demokratike në zgjedhjet e 11 majit. Ky ishte profili i Lorancës. Loranca, atëherë ti më trego pak dhe njëherë në mënyrë të përmbledhur historinë tënde, se ishte shumë interesante. E lindur e rritur në Belgjik, studimet i ke bërë në Angli, për biznes ndërkombëtar apo jo? Studiuar dhe ndërkohë ke vendosur të vish në Shqipëri. Po, do të thonë, jam lindë rritë në Bruksel, siç e that, pastaj kam ikë në Angli për studimet.
mbarova për biznes ndërkombëtar, bëna master in marketing në Londër, pastaj punova edhe 3 vjet në një kompani amerikane për marketing për firma teknologjia. Unë me thënë drejtën gjithmonë e kam ditë që do kthehem, ka qenë thjesht çështje kohe. Vërtet, ë? Po, sepse mendoj që çdo shqiptar që jeton jashtë, që është lindur dhe rritur jashtë, ka një ndjenjë malli që e ka gjithë kohës me vete. Edhe mendoj që vetëm një person që është lindur dhe rritur jashtë e kupton. Edhe nuk ka qenë kur një vendim, ka qenë thjesht një çështje kohe. Vetëm se unë duhet të të komplimentoj së pari për Shqipen. Faleminderit, faleminderit. Flet kaq rrjedhshëm, sikur ke jetuar praktikisht këtu. Faleminderit. Bravo prindërve. Do më thënë, ke ardhur edhe shpesh, do ta kesh vizituar Shqipërinë her pas here. Po, normal që kam ardhur shumë shpesh, kam qenë gjithmonë shumë e lidhur me Shqipërinë, po e vërtet që gjua ime e parë është frëngjishtja dhe anglishtja, duke qenë që kam qenë jashtë. Por, prandaj kam disa probleme, po... Jo, e flet rrjedhshëm. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Shumë mirë. Ke vendosur të vish në Shqipëri. Ma shpjego pak të dëshirën për të kthyer, vendimin, momenti kur ishte ai çasti që kur e kuptove që tani është koha, ka ardhur koha, unë do ta ndërmarr këtë hap dhe do të rikthehem në vendin tim. Siç thash parë, është një kam pas gjithmonë këtë ndjenjë malli, edhe ishte thjesht një çështje kohe. Po kur fillova, domethënë shqetësimi filloi kur fillova duke kuptuar që Shqipëria u dukte e kuruar, e bukur, për në fakt kishte shumë probleme. Edhe duke qenë që jam rritur në sisteme që funksionojnë, e kam parë sisteme që funksionojnë dhe potencialin që ka Shqipëria, më erdhi natyrshëm me u rikthy një moment edhe mu angazhova drejt për drejt në politik. Në fakt fillova duke marrë pjesë në forumin rinor e Partisë Demokratike. Bas kësajt kam qenë pjesë e shtabit elektoral e fushatës Belin Kiliqit, kur ishte për kryetar bashkie, ku morem me TikTokun. Me rrjetet sociale. Po, me rrjetet sociale, po më shumë me TikTokun e të ko. Edhe, po, ishte thjesht një thirrje brëndshëm, edhe thjesht e din, tani është momenti jotë. Dhe ti dëshiron që të vish tu, dëshiron që të zhvendosësh të jetosh në Shqipëri, apo jo? Po. Tani jam këtu, do rri këtu, edhe shpresoj shumë të jemi zëri gjithë të rive, edhe të ndryshojmë gjojnë. Çfarë do doje ti të bëje më mirë, të bëje ndryshe? Tani, jam angazhu me kriju lidhje më të forta me diasporën, që të ri që studion jashtë dhe të ri që kanë ndejtë këtu në Shqipëri, të kenë një bashkëpunimi me njëri tjetrin që të ndihmojmë e të zhvillohemi më shumë. Si politikan të ri, kemi një borxh të madh me rinin shqiptare dhe veten. Kushdo që merr një mandat me 11 maj, duhet kuptoj që ka përgjegjësinë të madhe me vërtet ndryshime të nevojshme këtij vendit. Duhet krijoj mundësia reale për të rinjt, duke investuar në arsim, punësim, edhe kushte që me vërtet i ndihmojnë me u zhvillu, edhe që mos ikin më jashtë, siç kam pas, do me thonë, jo unë prindrit e mi, për nevojë me ik, se nuk i del mundësia me u zhvilluar këtu. Ndaj për mua nuk është thjesht një kthim fizik, është më shumë një mision për të sjellë ndryshime pozitive këtu. Bukur. Ndërkohë, nga jetesa atje në Belgjik, nëse do ta krahasoj, ke jetuar ndërkohë për periudha të gjata në Shqipëri, cila ka qenë periudha më e gjatë që ti ke qenë në Shqipëri? 2 muaj, ka qenë periudhë vere, po. Që ti vije. Dhe çfarë dalloi ti ndryshe? Çfarë sheh ti në Belgjik ose në Angli, aty ku ke bërë ti studimet? Edhe do doja që edhe këtu të ishte njësoj. Çdo gjë, institucionet, sistemet, gjërat më bazike si funksionimi i gjithë sistemeve që kemi këtu, për shembull, probleme më të dukshme që kam parë ku kam ardhur këtu, ka qenë transporti publik. Ku për shembull, unë gjithë jetën time në Angli dhe në Belgjik kam përdorur transportet publik. Këtu është e pamundur, është e papërdorshme në fakt. Janë bingarkume, janë orarët që nuk respektohen kurrë, janë kushtet pa sigurie, është i papërdorshme. Pastaj ka qenë dhe kërkese për apartamente me qira. Këtu, çmimet janë shumë më të larta se sa mundësitë reale ekonomike të shumicave të njerëzve këtu, dhe ka arrit në një nivel të papërballueshme, duke bërë të pamundur me jetu në Tiranë për shumë njerëz këtu.
Edhe duhet një ndërhyrje direkte në sistemin e tatim taksave, që ta bëjmë më të lehtë dhe më të mundur për çdo qytetar të jetojë në Tiranë. E qartë. Dalja jote e parë televizive është kjo apo ke pasur dhe dalje të tjera? Është e dyta. Është e dyta. Që edhe ky ligjërimi publik, le të themi, është në fazat e testimeve të eksperiencës së përmbulluar, për cilën ti pak nga pak do ta akumulosh. Po unë, në fakt, jam goxha oratore, më thon drejtën, po besoj e kam pak gaxhuar nga emocionet, gaxhuar, po do më vi. Jam e sigurt për këtë. Edhe të uroj suksese. Më thuaj diçka, ka shumë të rinj shqiptar në Bruksel me cilët ti ke pasur kontakte? Po, në Bruksel ka shumë, dhe në Angli ka shumë. Kam pasur shans të flasë, edhe si që thoja, besoj që njërës që janë lindur dhe rritur jashtë, e ndjenjë këtë malë, edhe janë ndoshta dhe më patriotik, jo ndoshta më patriotik, për janë dhe shumë patriot. Kështu që po, kam pas, dhe kur kam qenë vogël, kam qenë dhe një shkollë për të mësu Shqipën. Në Bruksel? Po, kështu që kam pas gjithmonë kontakt me shqiptarë, plus kam pas familjen atje, edhe po. Baba yt ndërkohë gjithashtu ka qenë i angazhuar në Partinë Demokratike vite përpara dhe më pas ka qenë ai që është vendosur edhe ju gjithë familja. Si ka ndodhur? Jo direkt, do të thënë, babi është kthyer shumë më herët, pastaj ne kemi vazhduar gjithë çik rrugtimin ton, kam mbaruar studimet, kam në Angli. Edhe unë jam rikthyer para 2 vite, kështu që... E qartë. Kështu që ti vendose të ecësh në gjurmët e babait tënd, apo jo? Ka qenë ai modeli që të ka frymëzuar për të marrë ndoshta me politikë? Dhe je rritur me këtë ide në shtëpi që do të merresh një ditë me politikë, apo tani që u rrite duke parë ndoshta duke vëzhguar në udhimet e tua këtej, doje që të përmirësoheshin plot gjëra? Unë jam rrit me Partinë Demokratike. Ka qenë pjesë e tavolinës që kur kam hapsyt më duket. Kështu që, po, do me thënë, ka ndodhë kështu, për me thënë drejtën gjithë kohës kanë qenë dhe në drejtim me vlerët e mia. Vlerët e familjes, vlerët e kombit, vlerët e Zotit, kështu që për mu ka qenë thjesht e vetmi drejtim edhe që doja të mere, pavarësisht që jam rritur me këtë frymë. Kështu që po, ka qenë evident. E qartë. Më trego pak, ka shumë të rinj të cilët janë angazhuar tashmë në politikë, me cilët takoheni, bisedoni, flisni? Kur u kthema në Shqipëri, para 2 vjetë gjysmë, kur mora pjesë të forumi rinor, ishen të departamente marrëdhënieve të jashtë, edhe ishem një grup që ishem gjithë të studiuar jashtë, rikthyer për këtë punë, për të pru kontributin ton, edhe për të renforcu. Kështu që ka shumë, më shumë se sa mendoje, më thënë drejtën. E qartë. Nëse një ditë, se sigurisht ti e re dhe pa tjetër do duhet të bësh rrugtimin tënde dhe përvojën tënde dhe në politikë, po nëse do të kishe në dorë të ndryshoje konkretisht disa gjëra, në nivel kombëtar, pra në gjithë Shqipërinë, le të themi, çfarë do doje ti të ndryshoje? Unë do doja që për shembull 70% e punojësve që hikin sepse janë në pension të zëvendësonin me studente ekselente, që të ndihmonin më rinin. Pastaj, do doje që të kishim një dhomë avokatie të ofrueshme për çdo të rit nën 30 vjeç, me shërbim falas, që të ketë mundësi të ketë ndihmë për çdo gjë që është pak administrative, për çështje civile, e të ketë mbështetje, si ashtu një dhomë tregtie që të ndihmojë me letrat ose procesi për të hapë një biznes për nën 30 vjeç, edhe kjo. Sepse, për shembull, edhe unë, duke ardhur në Shqipëri, nuk jam rritur këtu, nuk do të di ku do filloje. Edhe mendoj që kjo do të ishte një mbështetje mirë. Dhomë tregtie ka, për çfarë e ke fjalën konkretisht? Nëse, për shembull, nuk e di nëse një dhomë tregtie që është një shërbim falas për të ndihmuar çdo të ri nën 30 vjeç. Ke fjalën për shërbimin. Po, për shërbimin. Po që thjesht ti drejtoj të rrit që të duhet kjo, duhet shkosh në këtë, duhet shkosh këtë, edhe thjesht jetë shoqëror gjatë procesit, ose tjetë dhe një vend ku mund të takosh tjerët, si networking space. Si një rjetë. Po, si një rjetë. Do doj edhe shumë që të hiqte taksa tatim fitimit për njerëz që japin me qira
apartamente për studente, për shembull, se siç e thash, fokusi im kryesor është rinia, edhe duke qenë që jam dhe unë vetë e re, ti i ke ndjerë dhe kupton cilat janë problematikat që ata kanë. Kurse nisma ime për diasporën, do t'ishte një ambasadë qeveritare për diasporën, në një platformë digjitale, tjetë një portal i dedikuar për të ardhur në ndihmë çdo shqiptarit të diasporës, duke ofruar mundësi të thjeshta dhe të shpejta për të aksesuar shërbime dhe mbështetje. Kjo do t'jetë një mundësi e shkëlqyer për gjithë ata që jetojnë jashtë vendit dhe që kanë nevojë për shërbime administrative, ndihmë ligjore, informacione për mundësi investime, edhe t'jetë 24/7 e lirë, domethënë. Më thuaj pak, ke pas një model për sa i përket gjinisë femrore, grave, le themi, në politikën shqiptare, se besoj që hero ytë është baba ytë, dhe ti je frymzuar nga ai, do të ecësh në rrugën e tij, ndoshta e ke edhe atë mentorin më të rëndësishëm të jetës tënde, që të ka orientuar edhe të ka këshilluar. Ke një model të grave në politik? Josefina Topalli. Josefina Topalli. E kam shumë pikë dobet. Vërtet pse? Se është tipik kjo grua e vërtet, e fort, e ditur, me një prezencë, do me thonë, flet kur duhet, flet mirë, është fiks shembulli në politikë që do doja të ndjekja. Ti aktualisht je pjesë e listave në qarkun e Tiranës, kështu që keni filluar intensivisht nga puna, apo jo? Po. Zona ime kryesore është Rogozhina dhe Kavaja, edhe gjithë qarku të Tiranës, normalisht. Kemi filluar shumë intensivisht, jenë takime, nga që është dhe qarku i madh duhet lëvizësh pak, për është një eksperiencë shumë e bukur. Edhe që nga shumë ndryshe kur e bë për vete, për shumë bukur. Patjetër, është përgjegjësi më e madhe. Planet e tua më pas, cilat do t'jenë, pasi të përfundojnë këto zgjedhje? Gjithmonë në varësi edhe të rezultatit. Pushtet, pa pushtet. Deputete, pa deputete, unë fokusi im tani është rinia. Do më keni prezent gjithë kohës. Pra ti do t'jesh, pra kontributin e ke vendosur do t'jem zëri rinis me vërtet, diasporës, rinis. Nuk ka rëndësi që ndodhë, bas 11 maj, unë këtë gjënë do t'a bëj, e kam mision, Edhe unë të uroj shumë suksese dhe të falenderoj që ishte këtu. Jam e sigur që në çdo interviste të tjera që do të kesh rrugës, do të kesh mundësi të ndash edhe shumë gjëra të tjera, nga qëllimet e tua, nga arsyeja pse ti je angazhuar në politik. Të uroj suksese edhe të kesh mundësi të bësh gjërat që dëshiron vërtet të përmirësosh. Faleminderit që ishe këtu. Faleminderit. Ne kemi publicitet, kthehemi pas pak. Jemi kthyer në studio në këtë pjesë të tretë, do të flasim për kuzhinën dhe do të sjellim një recetë shumë të thjeshtë, në fakt janë vetëm 3 përbërës, bukë, vezë dhe qumësht. Duken përbërës bazik, por në fakt kombinimi I tyre ka bërë histori edhe ka bërë botën të flasë vazhdimisht për këtë lloj kombinimi dhe të risjell receta nga më të ndryshmet për atë që sot ne njohim si French toast. E shohim të përgatitur në shtëpi, e shohim të përgatitur me shumë elegancë në restorante, hyn në pjatat e preferuara, të shijshme edhe shumë të thjeshta gjithashtu për tu servir. Ne do të flasim sot dhe do të sjellim disa receta të ndryshme të French toastit, të cilin mund ta përgatisim edhe vetë në shtëpi. Fillimisht dua të prezantoj dhe të falenderoj për prezencën e tij sot këtu në studio, shefin e mirënjohur të kuzhinës së The Crown. Mirë se erdhe Albi Subashi, faleminderit që je me ne. Faleminderit, mirë se u gjeta. Faleminderit Albi. Ti gatuan gjëra shumë të mira se tashmë kuzhina juaj është e njohur për pjata fantastike, por që sot do të flasim për një pjatë të thjeshtë, të cilën edhe ju në fakt e përgatisni, e keni në menun e restorantit tuaj. French toasti. Përpara se ne të vazhdojmë të flasim, kemi përgatitur pikërisht një historik për French toastin, edhe për ta kuptuar pak më tepër rrugtimin e tij, si ka ecur në histori, sepse praktikisht gatuat gjithandej, por ndoshta I ka fillimet e veta në Francë dhe për këtë arsye quhen French toast. Le ta dëgjojmë historinë e tij, e kemi përgatitur e kemi përmbledhur ndryshe në një insert që e shfaqim në këtë moment. Një përzierje thjesht vezësh, shumshti dhe buke zhytur është në gjendje të krijojë një mëngjes fantastik. Aroma e tij ëmbël, shije e butë dhe mundësia për të shijuar në versione të ndryshme e kanë bërë French toast një nga recetat më të dashura në botë. French toast ka kaluar sheku I histori, duke udhëtuar nga kuzhinat e lashta deri në tryezat moderne.
Edhe pse shumë e lidhin këtë pjatë me Francën, ajo ka një histori më të lashtë. Origjina e saj shkon deri në Romën e lashtë, ku një recetë ngjashme e quajtur aliter dulce përfshin njomjen e bukës në qumësh dhe vezë përpara skuqjes. Më vonë kjo recetë u bë e njohur në shumë vende europiane si Gjermania, Franca, Hungaria, e me kalimin e kohës emigrantët e sollën French toast dhe në Angli, në shekullin e 17 ku kjo recetë mori dhe emrin që ka sot. Prej shumë shteteve tashmë French toast ka dhe një larmishmëri mbushjesh, si për shembull në Britani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shpesh shërbehet me bakon dhe vezë, duke e bërë pjesë e një mëngjesi të pasur. Në Francë shoqërohet me sheqer plur dhe fruta. Në Hong Kong përgatitet me gjalp kikiriku, duke i dhënë një shije krejtësisht ndryshe dhe në Skoci shpesh bëhet sanduiç me salam midis dy fetave të French toastit. French toastit nuk është thjesht një recetë, por një pjesë e traditës së mëngjesit në shumë kultura. Nga një mënyrë e thjeshtë për të rigjalluar bukën bajate deri te një pjatë që shijohet në restorante dhe shtëpi në mbar botën. Ky ishte historiku i përmbledhur i French toastit. Edhe në Shqipëri ka besoj periudhën e vet. Dikur tek ne është gatuar gjithmonë buka me ngjyrë në vezë dhe me djathë, ka qenë një nga kombinimet. Ajo në fakt është një nga pjatat e vjetra shqiptare, që të gjithë e kujtojmë me nostalgji. Por që kohëve të fundit është implementuar edhe French toasti, që është metodë europiane ose pjatë europiane. Sipas ka dhe qumë është French toasti, jo vetëm bukë me vezë. Buka që ne përdorim faktikisht për French toastin është bukë brioshi, që është apostafat ose është, do më thënë përdoret vëndëm për French toast, kam përbërën e saj shumë, është gjalpin që jepë edhe pjesën e butësis. Pavarësisht që paras që gatuat buka, do më thënë ka edhe pjesën e marinimit që marinohet në sheqerin e kanës, në kanel, ka edhe pak rumë brënda. Kemi, kjo është për juve profesionistë, po ne në shtëpi mund të bëjmë me një bukë të zakonshme të mirë, sigurisht, për të pasur edhe shijen më të mirë. Atëherë, çfarë mund të përgatisim këtu në studio ne 3 receta të ndryshme, për të dhënë më pas edhe një tjetër që kemi xhiruar në kuzhinën tënde profesionale në The Crown. Atëherë, ne kemi përgatitur 3 lloje të ndryshme French toasti, është klasiku, të cilin ne e kemi mbuluar në thojza, po është thjesht për pjesën e dekorit. Kemi përgatitur një French toast që është i kripur, edhe do ta shoqëroj me vezë poshe, me spumën e holandezes edhe pak salmon të mosur. Është edhe French toasti të cilin do e shërbim në formën e kremit brule, për faktin që edhe marinimi brenda ka shijen e brules, edhe sipër do ketë kremin e brules edhe do ketë pak djegje sipër që të marrë aromën e, domethënë aromën e sheqerit djegur. Këtu? Atëherë, këtu është buka e brioshit, e cila është ngjyrë në qumësh edhe në kanell, më pas shkrim pak sheqer në tigan, bashkë me gjalpin, edhe karamelizohet. Kjo është pjesa e dekorit pjatës pastaj. Buka që po përdorim edhe këtu. Mirë, po ne ndërkohë do duhet ta përkthejmë në shtëpi me bukën tonë të zakonshme. Pra në vend të asaj buke ne mund vendosim bukë të zakonshme. 2 feta bukë apo jo? Më pas është dekori pjatës edhe frutat që ne e shërbejmë në Crown. Bukë e lyer me vezë dhe e skuqur. Ose e lyer me vezë dhe me qumësht bashkë, apo jo? Me vezë dhe me qumësht. Me vezë dhe qumësht. Duke qenë që qumësht e man akoma dhe më të butë, po ta shohësh nga jashtë ajo vazhdon dhe bëhet krokante, ndërsa nga brenda është e lëngshme dhe shumë e butë dhe e shijshme. Pra, nëse do të hedhim vetëm një vezë, për sa vezë zakonisht sugjerohen për të bërë një French toast, 2 feta për një person? Për një vezë mund ta bësh, vezë qumësht, me një vezë mjafton. Thjesht marinimin edhe bë. Sa qumësht i hedhim? Po diku tek, duke qenë që qumësht do pak më shumë, duhet jenë 80-100 ml. 80-100 ml, qumësht për një kokër vezë. Edhe pjesën e marinimit, pastaj mund ta bëni me çfarë doni. Nëse është e kripur, e bëni gjëra të kripura, nëse është ëmbël, thjesht pa kanell, vanilje, është çështje preferencash. Po qëndrojmë te e kripura, apo japim tek pastaj mund të krijojnë si të duan. Pra bëjmë të përzierje të vezës me qumshtin, i hedhim pak krip, besoj me siguri erza, piper, nga këto gjëra, dhe më pas e lyejmë bukën mirë me këtë përzierje. Dhe sigurisht e skuqim. Kaq është, kjo është buka. Tani, pjesa tjetër e dytë e French toastit, faza tjetër është mënyra e kombinimit, pra me çfarë shtohet sipër ky lloj kombinimi, pra buka me çfarë shoqërohet. Ne kemi përgatitur 3 variante këtu në studio, të cilat unë dua të na shpjegosh tani se si do t'i kombinojmë pra këto feta buke ndërkohë të skuqura në vezë dhe qumësht. Atëherë do të vazhdojmë me French toast, po që është klasiku. Do të thëmë buka është marrë, është marinuar siç e shpjegua, edhe është karamelizuar. Tani do bëjmë edhe pjesën e dekorit. Në shtëpi bukën kështu na sugjeron ta presim kur e skuqim në French toast apo me feta më të holla. Mua pëlqen kjo lloj prerje, për faktin që në momentin që ti e lën që të marinohet, buka arrin që të përthith shumë mirë vezën edhe qumshtin. Edhe në momentin që skuqet, pjesa jashtë po ta shohësh është karamelizuar e gjitha, edhe brenda është goxha e shishme. E qartë. Edhe po e zbukuron nga edhe një dekor. Pra,
dekorojmë pjatën në një farë mënyre me salsa të ndryshme. Atëherë çfarë është ai kremi? Ne këtu po përdorim pak xhel portokalli. Xhel portokalli. Çfarë mund të bëjmë ne në shtëpi për shkakun, si mund ta realizojmë ne në shtëpi diçka të tillë, më të thjeshtë? Atëherë realisht më pëlqen shumë që ta shoqëroj me lloj reçeli. Për shembull, një reçel yle shtrydhet mirë është perfekte, është goxha e mirë. Po edhe nëse ke një reçel tjetër stina, prapë shumë e mirë. Ne shoqërojmë edhe me pak djath. Domethënë ky është djath brije, po. Që ne tymosim pak, por që edhe i pa tymosur prapë. Po. Ky kremi tjetër është me Ky kremi tjetër është, po. Me fruta pylli. Pra kemi një kombinim të portokallit dhe frutave të pyllit. Po. Mund të vinin edhe në formë frutash të drejtë për drejta? Patjetër. Kjo është thjesht mënyra se si ne e prezantojmë. Po, e qartë. Domethënë, më shumë për pjesën e dekorit. Po të shohësh edhe dekorin, domethënë është shumë e bukur, e thjeshtë dhe e bukur. Pra këtu le të kemi të kombinimin e... Kjo është vetëm me ëmbël. E kripura është pjata tjetër, që do shoqërohet edhe me vezën. Edhe bukën e ke me të ëmbëltuar në këtë rast. Të ëmbëltuar. Buka ka shumshin, ka edhe gjalpin brenda. E qartë. Vazhdojmë me variantin tjetër. Do përdor edhe pak fruta të thekë. S'kemi mbaruar akoma këtu. Jo, ka edhe pak. Vazhdojmë. Do përdor pak fruta të freskëta, që në këtë rast kemi zgjedhur mjetrën edhe boronicën. Po. Që realisht janë edhe frutat që pëlqen më shumë ose kërkohen më shumë, paktën në restorantin tonë. Për pjesën e brijes, unë preferoj që ta tymosim pak, ose ta djegim pak. Realizon një shkrirje të Po, lehtë. një shkrirje të lehtë sipërfaqësore të djathit. Okej, tani ne në shtëpi si kemi këto vegla, kështu që si t'ja bëjmë në shtëpi? Çakmakun apo s'bën? Jo me çakmak. Mund ta fusim pak në furrë djathin. Mund ta fusim pak në furrë djathin. Në mënyrë që edhe djathi të shkrihet. Do vendosim edhe pak krem, që ky bëhet me lajthi, ka edhe double cream ose pana traur, domethënë që bëhet pjesa e montimit. Po. Edhe ja ku bëhet. Edhe kaq është pjata e parë. Dhe shiko çfarë pjate, fantastike kur e she, mrekullueshme. Ndërkohë shumë e thjeshtë për të realizuar realisht. Edhe ja vlen të përgatitet në mëngjes ose një brunch i mirë do të ishte super. Është një mëngjes shumë i mirë që mund të konsumohet edhe vonë. Po. Edhe në njëjtën kohë ti konsumon edhe mëngjesin edhe drekën. Edhe drekën, po, siç është brunchi tipik. Atëherë vazhdojmë me variantin tjetër. Varianti tjetër është... Eci se dua që ti kemi brenda kohës, sepse minutat janë në fund, që po. French toast klasik. Ky është varianti i kripur. I kripur. Ndërkohë kemi përgatitur pra më herët, buka është e skuqur në vezë. Po, është e skuqur. Në këtë rast buka është bërë e kripur. Po. Në vezë dhe në qumësht është e kripur, pra shia është e kripur. Në këtë rast dhe vendosim sipër veza poshe. A, veza poshe. Veza poshe. Po, veza poshe. Kjo është veza poshe. Pak salmon. Mrekulli kjo pjatë. Fantastike. Ne këtë vezën poshe e kemi bërë dikur në program, po unë njerë tjetër do të ftoj të realizojmë sërish, ta provojmë dhe njerë të mësojmë si shduhet, se është aqe thjesht kam përshtypjen për të realizuar vezën poshe. Jo, ka teknikën e saj, por që rezultatit paktën është metoda e vezës që unë parapëlqej më shumë edhe për të konsumuar për vete. Kështu që ky është kombinimi pra, buke skuqur në vezë dhe qumër, si për vezë poshe dhe salmon. Po. Dhe ndërkohë çfarë do ndodhë tani? Ndërkohë, salsa holandeze, salsa klasike tipike që përdoret goxha në brunch, që është një salsë shumë e shishme, që bëhet vetëm me vezë, gjalpë dhe limon. Është ta përgatisim anë sifonit. Po. Që në këtë rast goditet me bombëlën e nitrogenit, por që kjo fare mirë mund bëhet edhe në banjo mari, do më thënë kusht e shpije. Ti thjesht rre vezën, vetëm verdhën e vezës, shton pak limon edhe gjalpin e shkrir, edhe është perfekte. Okej, bukuri. Fantastike. Wow. Super. Mund të realizojmë ne në shtëpi diçka të tillë, bëhet që do jemi në një program tjetër për këto. Patjetër. Për këto detaje, se janë të bukura, të thjeshta dhe e lezetojnë kuzhinën, në mund të shtosh një gjë ndryshe. Patjetër. Dhe një formë tjetër të gatuarit të vezës apo e kësaj salse. Dhe varianti i tretë? Varianti i tretë është përsëri një French toast i ëmbël, që në këtë rast, siç e thamë, e kemi kombinuar me kremin brule. Do më thonë, ka aromën e vaniljes, ka aromën e çokoladës bardhë, është pak më vështirë si teknik, por që realisht ja vlen për pjesën e shijes. Edhe këtu kemi kremin brule po ashtu, të cilin do të bëjmë edhe pjesën e dekorit sipër. Sa bukur.
Edhe faza përfundimtare, kemi pak sheqer kana, që është sheqeri kaf. Ka një spërkatje shumë të lehtë me sheqerin e kanës. Dhe ai që le tani nuk mu duk, po kush do e ha? Po ja, sepse po e bë kemi ne këtë, sepse da shkri kemi sheqerin sipër. Kjo ndodh sepse sheqeri kanës duhet të shkrihet, karamelizohet. Edhe krijon pjesën krokante. Fantastike. Edhe jep një teksturë komplet tjetër të pjatës. Fantastike. A sugjerohet që një pajisje e tillë të mbahet në shtëpi? Po, nuk ka asnjë probleme. Është goxha e sigurt. Okej, është mjaftueshëm. Super duket, fantastike, ha? Kjo është edhe pjata finale. Ja, dhe varianti i tretë i French toastit të realizuar këtu, pra 2 variante të ëmbla, një i kripur, po unë besoj që French toasti më tepër është i kripur në të shumtën e vet, kryesisht. Ka lindur si i kripur, por që është modifikuar dhe është bërë edhe i ëmbël. Por ndërkohë krijimtaria besoj këtu mund të lihet e lirë, fantazia të kombinoni sipas shijeve tuaja gjithçka. Por gjithsesi asnjëherë mos harroni vezë dhe qumësht bashkë për të realizuar French toastin ashtu siç duhet. Pra, ta keni bazën, elementin e parë, le të themi, klasik dhe më pas mund të kombinoni sipas shijeve dhe dëshirës tuaj. Të falenderoj shumë Albis Kubashi që ishte me ne, faleminderit The Crown. Ne të dashur miq kemi mbritur në fund edhe për sot. Faleminderit që na ndoqët, do të jemi sërish nesër. Kalofshi mirë.